Kujtua tani historia kur unë kam qenë për të parë dashuruar, edhe prandaj them që ndonjëherë dashuria është e verbër në shumicën e rasteve dhe ti nuk e di se si do veprosh pa qenë aty vet. Unë kam qenë një njeri që thoja unë tradhtin ta fal kur. Kupton? Unë të jap shanse të dyta kur. Po që ajo thua akoma këtë? I kam dhënë. I ke dhënë një shansë. I kam dhënë shansë të dytë, por e di ç'a ndodhi, pasi unë dhash shansë të dytë pasi ai më tradhtoi, ai e bëri prapë. Dhe aty unë kuptova që ti mund t'japësh shanse të dyta, po kur ujë kuqime nuk e ndërron, domethënë si bie, ujë kuqime ndërron, po zakonisht se harron, është e kot që ti të vazhdosh, ti mund ta duash çmendurisht shumë, ai mund të dëdoj, por prap në momentin që ai nuk e ka ndarë në mendjen e tij që do kthehet. Unë mendoj që tradhtia nuk është rasti perfekt për t'i dhënë një shansë të dytë. Po. Duhet ta jap një shansë të dytë, vetëm nëse personi që ke përballësh mjaftohet shumë i matur që nga ky shansë i dytë do mësoj nga gabimet. Pra ka mësuar dhe është penduar nga gabimi që ka bërë. E ke parasysh. Dhe është gati për ta rifilluar tamam. Ai mori thot marrëdhënien të mirëqend. Pra e mori vajzën e mori të mirëqend që ishte aty. Ajo është, unë mendoj, një nga gjërat më të rënda që ndodh një marrëdhënie, është siç e tham në episodin e kaluar që marrëdhëniet janë punë, pra është punë për të dyja palët, se nuk mundesh ti jesh i lidhur dhe të kesh këtë lidhje me këtë personin dhe ta harrosh fare, që kesh shumë punë. Të biesh rahat. Po, dhe tani ai e kupti kur ulesh dhe flet dhe ky është një shans i dytë. Sa ajo thotë ure, nuk është ty më kështu, sepse nuk kemi komunikim, nuk po takohemi, nuk po gjen kohë. Edhe ki i jep një shans të dytë marrëdhënies për ta rindërtuar edhe një herë me terma të reja. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.